Me ishtë të Zotit do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë vëllezër në faqen 235 në Kolosianëve, kapitulli 3. Kapitulli 3, 235 faqja Kolosianëve. Ta shohim me vëmendje vëllezër fjalën e Perëndisë. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. Kur të çfaqet Krishti jeta jonë, atëherë dhe ju do të çfaqeni në lavdi bashkë me të. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë që është idhujtari. Për këto gjëra, zemrimi i Perëndisë vjen përmbi bijtë e mosbindjes. Midis të cilëve dikur ecët edhe ju, kur ronit në tokë, por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra, zemrimin, zemratën, ligësinë, e mos të dalë sharje e asnjë folur e pandershme nga goja juaj. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriun e vjetër me veprat e tij, edhe veshët njeriun e ri, që për të rihet në njohurinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Këtu nuk ka më greke, judë, rrethprerje, pa rrethprerje, barbare, skithas, shërbëtore i lirë, por Krishti është gjithçka në të gjithë. Vishuni pra si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtorë dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësinë, me përullësinë, zemërbutësinë dhe me durimin, duke duruar njëri tjetrin dhe duke e falur njëri tjetrin. Nëse dikush ankohet kundër një tjetri, edhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë, dhe paqja e Perëndisë për të cilën ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet. Në çdo dituri mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, me himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që ta bëni, me fjala me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus Krisht, duke e falenderuar Perëndinë në atë nëpërmjet tij. Ju bashkëshorte, jeni të nënshtruara bashkëshortëve tuaj, ashtu si ka hije në Zotin. Ju bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Ju binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. Ju etër mos provokoni për zemrim bijtë tuaj, që të mos i lëshojë zemra. Ju shërbëtorë, binduni në çdo gjë zotrinjve tuaj sipas mishit, duke u shërbyer jo vetëm kur ju shohin, sikurse të donit t'ju pëlqeni njerëzve, por me thjeshtësinë e zemrës, duke truajtur Perëndinë. Dhe çdo gjë që ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Krishtit Zotit. Por ai që punon pa drejtësisht do të marrë shpagimin për gjërat e padrejta që ka bërë dhe nuk do të ketë anësi
për asnjë. Amin. Një letër drejtuar Kolosianëve, vëllezërve, motra dhe vëllezër, aleluja, që na drejtohet të gjithëve, sepse fjala e Perëndisë është për të gjithë njerëzit që kanë pranuar të ecin sipas vullnetit të Perëndisë, dhe Zoti në ta ka dhënë frymën e tij. E falenderojmë Perëndisë. Fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, duke lexuar fjalën e Perëndisë, duke kontrolluar veten tonë, duke vepra e Zotit në jetën e një njeriu. Atëre, motra dhe vëllezër, kuptojmë sipas fjalës të Perëndisë se deri ku ka arritur, motra dhe vëllezër, aleluja, të kryhet vullneti i Perëndisë në jetën tonë. Ne e shohim vetëm nëpërmjet fjalës të Perëndisë, që është pasqyra ku ne shohim vazhdimisht veten tonë. Duke lexuar fjalën e Perëndisë, vëllezër, shoh dobësitë e mia, shoh mangësitë e mia, dhe Zoti më ka dhënë një mundësi, motra dhe vëllezër, aleluja, që duke parë dobësitë e mia, ejani tek unë, thot Zoti, dhe ne i drejtohemi Zotit në lutjet tona, në agjërimet tona, motra dhe vëllezër, aleluja, për çfarë? Për dobësitë tona, që Zoti të veprojë në ne dhe të bëhet vullneti i Perëndisë në ne, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Zotin. Kjo është marrëdhënia e të zgjedhurve të Perëndisë me fjalën e Perëndisë, me Zotin, motra dhe vëllezër. Sepse Zoti na ka thirrur për të na transformuar, që njeriu të mos jetë një njeri i zakonshëm siç ishte, motra dhe vëllezër, por të jetë i vdekur për botën në mish, motra dhe vëllezër, dhe të jetojë në frymë për Perëndimin. Dhe këtu na thot, në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, që do të thotë, motra dhe vëllezër, ringjallje do të thotë një krijesë e re. Një krijesë që fryma e Perëndisë ka vepruar, motra dhe vëllezër, aleluja. Në qoftë se jemi ringjallur vërtet me Krishtin, kemi filluar një jetë tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse njeriu kur pranon Krishtin, motra dhe vëllezër, pëson një ndryshim shumë të madh në jetën e tij. Dhe ndryshimi i madh është vdekja, motra dhe vëllezër, mishore e këtij njeriu, vdes, motra dhe vëllezër, për mëkatin dhe jeton në frymë për Perëndinë. Ky është ndryshimi që bën Zoti për çdo njerin që e kërkon Perëndinë, vëllezër. E falenderojmë Perëndinë. E bën atë njeri jo të vazhdojë të jetojë në mish, që do të thotë në mëkat, por çfarë bën? Këtë mish, motra dhe vëllezër, e bën tempull ku banon Perëndia. Që nuk mund, motra dhe vëllezër, aleluja, ku banon Perëndia, kur banon Perëndia brenda nesh, fryma e Perëndisë, ky mish të ketë, motra dhe vëllezër, idhujtarin që kishte më përpara, mëkatin që bënte më përpara, nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj konsiderohet vdekje mishore njeriu që pranon Krishtin, dhe i ringjallur, që do të thotë ka vdekur në mish, e ka lënë mishin me dëshirat dhe pasionin, motra dhe vëllezër, aleluja, që na mbante në mëkat. Dhe çfarë bëri? Bëri një krijesë tjetër që ushqehet me fjalën e Perëndisë tani dhe ecën pa mëkat. Mundet, motra dhe vëllezër, në këtë botë që njeriu të ecë pa mëkat? Ai, thot Zoti, që ka njohur Perëndinë, që ka marrë frymën e Perëndisë, nuk mëkaton, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Zotin. Pse? Sepse ka vdekur në mish për mëkatin dhe ecën me drejtësi me frymën e Perëndisë për t'i pëlqyer Zotit. Këtë vepër nuk e ka bërë njeriu. Këtë vepër e ka bërë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tonë. Dhe tani fjala e Perëndisë na mëson ta kontrollojmë vazhdimisht veten tonë në dobësitë që mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, ta asim gjatë kësaj rruge.
Nëse ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart. Dëshirat tona, thotë, kërkesat tona në Zot, motra dhe vëllezër, të bëhet vullneti i Perëndisë. Të kërkojmë si t'i pëlqej Zotit. Cili është vullneti i Perëndisë në jetën time? Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Në mendjen tuaj thot kini gjërat që janë lart. Çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja? Gjithë premtimet që Zoti na ka dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja, ato janë në mendjen tonë. E falenderojmë Perëndin, atje ku jam unë, do të jeni edhe ju. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, por unë po ju them, do shkoj t'ju përgatis një vend dhe do të kthehem dhe do t'ju marr, që atje ku jam unë të jeni edhe ju. Janë premtime të Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, që i bën kujt? Popullit të zgjedhur, popullit të vet. Prandaj thot ka krijuar një popull të veçantë. Nga erdhi ky popull, motra dhe vëllezër? Ktu ishte. Por Zoti e zgjodhi, e nxorri, motra dhe vëllezër, aleluja, nga Egjipti, e nxorri nga bota dhe e bëri një popull të tij, duke i dhënë frymën e tij, motra dhe vëllezër, e bën të veçantë këtë popull. E bën të veçantë sepse fryma që banon në këtë popull është diçka tjetër, nuk është fryma e botës, motra dhe vëllezër, po është fryma e Perëndisë. Dhe fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, është dashuria, ka fryt, paqja, vetkontrolli, mirëdashja, motra dhe vëllezër, dhe të gjitha këto, këtë popull të zgjedhur të Perëndisë e bëjnë dritë në këtë botë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato gjërat që janë mbi tokë. Sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndi. Kemi vdekur, do të thotë, motra dhe vëllezër, kur kemi pranuar Perëndinë në jetën tonë, u pastruam nga mëkati, motra dhe vëllezër. Gjaku i Krishtit na pastroi nga mëkati që ne ishim në mëkat, në idhujtarinë tonë, në dëshirat tona, ashtu si gjithë të tjerët, por ndodhi një gjë, një mrekullim, mund të them, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tonë. Pastroi Zoti gjithçka në ne dhe na bëri bijtë të tij, na dha nga fryma e tij. Prandaj thotë, ju tani keni vdekur në mish, motra dhe vëllezër, në pasionet tuaja, në dëshirat e mishit, motra dhe vëllezër, dhe ecim në frymë. Kur të shfaqet Krishti jeta jonë, kur të shfaqet Krishti jeta jonë, atëre edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, i thirrjes të Perëndisë. Nuk është qëllimi, motra dhe vëllezër, që kemi njohur Zotin dhe të na plotësojë të gjitha dëshirat tona mishore që ne kemi këtu. Nuk është ky qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Qëllimi është vdekja në mish, në këtë thirrje hyjnore, motra dhe vëllezër. Qëllimi i Perëndisë është vdekja në mëkat, motra dhe vëllezër, vdekja në mish, të largohet, motra dhe vëllezër, mëkati nga ne, dhe kur të shfaqet Krishti, do të duket kjo vepër, motra dhe vëllezër, aleluja, në lavdi jeta jonë. Përse unë jetoj, përse unë kam punuar deri tani, përse unë, motra dhe vëllezër, aleluja, kam filluar një jetë tjetër me Krishtin, që kur të shfaqet ai, do të duket jeta jonë, motra dhe vëllezër, aleluja, në lavdi. Bëni pra, na urdhëron, është në dorën tonë të kontrollojmë dhe të shohim, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë në tokë. Bëni që të vdesin këto gjymtyrët. Dhe si mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të vdesin gjymtyrët që janë në tokë? Kurvrinë, dyrësinë, pasionet,
dëshirat e këqija dhe lakminë që është idhujtari. Edhe lakmia është idhujtari në sytë e Perëndisë. Bëni, thot ju, që të vdesin këto gjymtyre. Të mos funksionojnë në trupin tuaj këto gjëra, thot motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Si mundet, motra dhe vëllezër, që të ndodhin të gjitha këto gjëra, që të mos ekzistojnë të gjitha këto gjëra në ne? Dhe Zoti na mëson, motra dhe vëllezër, aleluja, ju vetë nuk mund të bëni dot asgjë, por e janë tek unë, mbushuni plot në frymë. Veprën e bën fryma e Perëndisë, vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Ne mundet vetëm të shkojmë në Zot, të qëndrojmë në një marrëdhënie me Perëndinë, t'i tregojmë dobësitë tona Zotit në lutjet tona, dhe Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, duke parë dëshirën tonë, do të veprojë në ne dhe do të na pastrojë nga çdo dobësi dhe do të na jap forcë për të përballur, motra dhe vëllezër. Këtë vepër bën Zoti nëse ti dëshiron. Nëse ti dëshiron të jesh i pëlqyer në sytë e Perëndisë, Zoti mundet ta bëjë një gjë të tillë. Na ka dhënë fjalën e Perëndisë që ta shoh dobësinë time, jo për të korrigjuar të tjerët, por për të parë veten time dhe të shkoj në Zot dhe t'i them, këtu jam, Zot, i dobët jam, vi përpara teje, Zot, vepro ti, çdo gjë është në kontrollin e Perëndisë, vëllezër. Çdo gjë nuk mund t'i shpëtojë Zoti, por Zoti pret nga ne që do të shkoj unë, e dua unë këtë gjë, dhe lër të vi Zoti të ma heqë, apo them, Zot, nuk e duroj dot këtë gjë, por s'mund. Atëherë vjen Zoti dhe e heq, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur unë e konstatoj në veten time një dobësi, por e kam të pamundur, motra dhe vëllezër, që ta heq, nuk e dua, Zoti vepron, motra dhe vëllezër, kur unë i kërkoj ndihmë. Kur unë e dua këtë gjë, e shoh që e kam dobësi, por dhe e dua dhe them, nëse do Zoti, lër të vi ta heq, nuk funksionon, motra dhe vëllezër. Nuk vjen Zoti ta heq, sepse e do ti. Nëse ti nuk e do, Zoti do të vijë dhe do të ndihmojë që të pastrojë. Për këto gjëra, zemërimi i Perëndisë vjen përmbi bijtë e mosbindjes. Bij që nuk binden, thot motra dhe vëllezër, aleluja, dhe vjen zemërimi i Perëndisë. E trishtojmë Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse konstatojmë gjëra të tilla në jetën tonë dhe themi, mirë është, gabim e kam, po Zoti e di, Zoti do vijë dhe do të më çlirojë. Jo, motra dhe vëllezër, duhet të këmbgulim që të mos vijë, thot motra dhe vëllezër, zemërimi i Perëndisë, që unë të mos e zemëroj Perëndinë. Prandaj fjala e Perëndisë thot me frikë dhe dridhje. Për çfarë arsye, motra dhe vëllezër? Se mos zemëroj Zotin tim, atin tim qiellor, motra dhe vëllezër. Kjo është frika jonë, jo frikë ndëshkimi, më tepër se sa nuk dua që në këtë thirrje hyjnore të Perëndisë të zemëroj Zotin tim. Prandaj shkoj dhe i them, Zot, jam e dobët. Zoti i shikon dobësitë tona. Jam e dobët, Zot. Nuk mund, Zot. Nuk e dua një gjë të tillë, por qëndron në mua. Fryma e Perëndisë do vijë dhe do të na pastrojë, motra dhe vëllezër, aleluja. Midis të cilave dikur ecët edhe ju, thot, kur ronit në to. Ecnim ne në këto gjëra, motra dhe vëllezër, ronim në këto gjëra, Zoti erdhi dhe bëri një vepër, na pastroi nga këto, dhe tani nëse dalim përsëri këto gjëra, ka një luftë, motra dhe vëllezër, aleluja. Luftë do të thotë, motra dhe vëllezër, jo të mos më ndodh asnjë gjë. Luftë do të thotë të veshësh, të marrësh armatimin, të marrësh gjithçka dhe të shkosh në luftë. Nuk është, motra dhe vëllezër, një kopësht me lule ku ti do të shëtisësh sepse ke njohur Jezus Krishtin. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Jemi në një luftë frymërore kundër gjërave të kësaj bote. Kjo është luftë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti nuk mundet, motra dhe vëllezër, sepse na do, sepse na ka thirrur, do ta bëjë këtë rrugë, motra dhe vëllezër, me lule.
Është ngushtë, thotë Zoti, rruga në të cilën ju kam thirrur, por e vetmja, motra dhe vëllezër, që na jep jetë të përjetshme. Dhe kjo është e vetmja rrugë, nuk ka rrugë tjetër, motra dhe vëllezër. Dhe këtë rrugë të vetme që Zoti na tregoi është rruga drejt Golgotës. Unë jam rruga, tha Zoti, motra dhe vëllezër. Ai që vjen nëpërmjet meje në këtë rrugë do të shohë lavdinë e Perëndis. Dhe rruga me Jezus Krishtin është rruga duke kryqëzuar mishin, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra. Zemërim. Në të krishterën, motra dhe vëllezër, aleluja, ku banon fryma e Perëndisë, që na bën të jemi një mendje, që na drejton i vetmi Zot, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mundet të ketë zemërim. Zemërimi nuk vjen nga fryma e Perëndisë, vëllezër. Dhe thot, dëse çfaqet në ju zemërim, thot motra dhe vëllezër, hiqni dorë nga zemërimi. Nuk i shërben, motra dhe vëllezër, askujt të zemërohesh. Me shkak apo pa shkak, motra dhe vëllezër, aleluja. Gjithmonë do ta shohim me pozitivitet. Zoti di gjithçka. Falni, thot motra dhe vëllezër, aleluja, gjithmonë. Pse? Sepse di Zoti, motra dhe vëllezër, përse e lejon. Themi është në kontroll të Perëndis gjithçka. Secili kontrollon veten në gjithçka që ndodh rreth tij. Pse ndodh kjo? Që unë të kontrolloj veten dhe të shoh sa duroj, sa dua, sa jam i mbushur plot në frymën e Perëndisë. Por tani hiqni dhe ju të gjitha këto gjëra: zemërim, zemëratë, ligësi, dhe të mos dalë sharje dhe asnjë e folur e pandershme nga goja juaj. Sa kontroll, motra dhe vëllezër, duhet të tregojmë në mënyrën se si flasim, motra dhe vëllezër, jo vetëm me vëllezërit, po kudo që jemi. Sepse nuk ka dy fytyra i krishterit, motra dhe vëllezër. Një fytyrë me vëllezërit, aleluja, paqe, Zoti të do, dhe nga jashtë, motra dhe vëllezër, duke thirrur dhe duke bërtitur dhe duke patur zemërim. Nuk është kështu i krishteri. Një fytyrë ka i krishteri, motra dhe vëllezër, aleluja. Ashtu siç është në bashkësi me vëllezër, ashtu është në botë, kudo, motra dhe vëllezër. Kjo është drita në këtë botë që njerëzit duan të shohin. Këtë ndryshim duan të shohin njerëzit. Fjalë, motra dhe vëllezër, njerëzit kanë që të dëgjojnë shumë. Njerëzit duan të shohin çfarë ka bërë Zoti në jetën tënde. Si është jeta jote, dhe me jetën tënde ti predikon Krishtin, motra ime, vllai im, aleluja. Jeta jote do tregoje sa ti je i krishter. Asnjë të mos dalë e sharë, thotë, nga goja juaj apo një e folur e pandershme. Mos gënjeni njëri tjetrin. Deri këtu, motra dhe vëllezër, kisha e Perëndisë të arrijë që udhëhiqet nga fryma e Perëndisë, Zoti na paralajmëron që mund të ndodhë edhe në kishën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj thotë, kini kujdes. Në kishën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, ka dhe vetë kënaqësi. Dhe Zoti na paralajmëron, kini kujdes edhe nga vetë kënaqësia. I kemi të gjitha, nuk na mungon asgjë, motra dhe vëllezër. Zoti na ka thirrur, jemi në kishë, fryma e Perëndisë është në ne. Ki kujdes, thot Zoti. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriu e vjetër me veprat e tij. Këto janë vepra të një njeriu të dikurshëm, që ishte më përpara, motra dhe vëllezër. Nuk mundet sot, si i krishter, njeriu edhe mund të gënjej. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse mund të gënjej, motra dhe vëllezër, nuk është, si t'ja u them, vëllezër, nuk ka rënjë, nuk është vendosur mirë, nuk ka kuptuar mirë, motra dhe vëllezër, se kujt i shërben, se nga ka lindur,
kemi marrë një emër të madh, motra dhe vëllezër, aleluja, bij të Perëndisë. Si mundet, motra dhe vëllezër, një bir i Perëndisë të gënjejë? Është e pamundur, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe prandaj trishtojmë frymën që na ka dhënë Zoti me veprimet tona. Prandaj do shumë kujdes jeta jonë. Kontroll, motra dhe vëllezër, nëpërmjet fjalës të Perëndisë, se si unë eci, të kontrollojmë veten, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë. Ju veshët njeriu në rithot, që për të rihet në njohurinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Ne kemi veshur tani një veshje tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, që duket një veshje, motra dhe vëllezër, të shikoni si thot vëllezër, sa e mrekullueshme është fjala e Perëndisë. Ju veshët njeriu në ri që për të rihet. Gjithmonë, motra dhe vëllezër, ai për të rihet në njohurinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Sipas shembullit të Zotit, motra dhe vëllezër, që na krijoi. Ai na krijoi krijesa të reja, sepse na dha nga fryma e tij, dhe shembull ai është për ne, motra dhe vëllezër. Me atë krahasohemi gjithmonë, sepse kemi marrë të njëjtin emër, bij të Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Këtu nuk ka më greke judë, rreth prerje dhe pa rreth prerje, barbar dhe skithas, shërbëtor dhe i lirë, por Krishti është gjithçka në të gjithë. Në kishën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, në popullin e Zotit, nuk ka më, motra dhe vëllezër, aleluja, të ditur dhe të paditur. Nuk ka të rreth prerë dhe të pa rreth prerë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por thotë motra, barbar dhe skithas, shërbëtor dhe i lirë. Krishti është në të gjithë, motra dhe vëllezër. Na ka thirrur Krishti dhe jemi vëllezër me njëri tjetrin. Nuk ka ndarje në kishën e Perëndisë, në popullin e Zotit, motra dhe vëllezër, e falenderoj Perëndin. Vishuni pra si të zgjedhur të Perëndisë, shëntorë dhe të dashur. Vishuni si të zgjedhur të Perëndisë, i zgjedhur nga Perëndia në çdo moment, në çdo vend, kudo që ti jesh, në shtëpi, në punë, në shkollë, në dyqan, kudo, motra dhe vëllezër, aleluja, je i zgjedhur i Perëndisë aty ku je. Kjo është, motra dhe vëllezër, vishuni si të zgjedhur të Perëndisë. Vishuni do të thotë tregojeni veten tuaj, që njerëzit të shohin këtë lloj veshje, motra dhe vëllezër, që është veshje frymërore. E falenderojmë Perëndinë. Shenjtorë dhe të dashur. Shenjtor do të thotë, motra dhe vëllezër, nuk e prek mëkati. Është i shenjtë, motra dhe vëllezër, e ruan veten të pastër nga të gjitha ndotjet e kësaj bote. Si shenjtor thotë, jeni shenjtorë, jeni dritë, motra dhe vëllezër, aleluja. Me dëmshuri të brendshme, një dëmshuri që del nga brenda, thot motra dhe vëllezër, aleluja, për të gjitha gjërat, për të gjithë ata që na rrethojnë. Duhet të kemi dëmshuri të na dhimbsen deri në minutën e fundit, vëllezër, aleluja. Dhe ata që na bëjnë keq, duajmë, thot Zoti. Kjo është dëmshuri e brendshme. E shikoj, motra dhe vëllezër, që i shërben dikujt tjetër. I shërben të keqes, motra dhe vëllezër. Kjo është dëmshuria. Më vjen keq për këtë gjendje. Më vjen keq për atë njeri, motra dhe vëllezër, aleluja. Ka dëmshuri të brendshme, nuk urren brenda, ose të kënaqet me atë që është mirë ta gjej. Jo, motra dhe vëllezër. Dëmshuri e brendshme është keqardhje, më vjen keq për gjendjen që shoh rreth meje. Njerëzit vdesin ditë për ditë, motra dhe vëllezër, aleluja. E dini ku shkojnë? Nuk duhet të pajtohemi, motra dhe vëllezër, ne si të krishterë, sa kohë jemi këtu, të pajtohemi me vdekjen e tyre, motra dhe vëllezër, aleluja.
Nuk do shkojnë motra dhe vëllezër dhe do të humbin, por do të shkojnë në zjarr dhe do të digjen. Dhe do të digjen përjetësisht, vëllezër. Dhe ne jemi thirrur këmbanë për ata. Të zgjohen motra dhe vëllezër, aleluja. T'ju flasim atyre. T'ju tregojmë rrugën, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo rrugë të çon në vdekje. Kjo rrugë të çon në zjarr. Mos në këtë rrugë. Erdhi dikush që të të shpëtoi nga kjo rrugë. Erdhi Jezus Krishti u flijua për ty. Derdhi gjakun e tij për ty, që ti të mos vdesësh, por të jetosh, që ti të kesh përjetësi, të jetosh në praninë e Perëndisë. Imagjinoni motra dhe vëllezër, kjo është dëmshuria e brendshme që vjen nga fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ta shikosh me keqardhje gjithçka që ndodh rreth teje. Dëmshurit të brendshme, mirësinë, me përullësinë, zemër butësinë dhe me durimin. Karakteristika, motra dhe vëllezër, aleluja, të njerëzve të zgjedhur të Perëndisë, që e bëjnë këtë njeri të jetë dritën në të gjitha këto ambjente ku jeton, motra dhe vëllezër. Duke duruar njeri tjetrin dhe duke falur njeri tjetrin. Nuk thot duke u rryer, motra dhe vëllezër, aleluja, ashtu si ta bën beja dhe ti. Jo, motra dhe vëllezër. Duke e duruar, thot njeri tjetrin, dhe duke e falur njeri tjetrin. Shpeshherë, motra dhe vëllezër, ndodhemi, sprovohemi në të tilla gjëra me njeri tjetrin, me njerëzit përjashta, dhe kjo është për të mirën tonë. Pse është për të mirën tonë? Për të parë gjithmonë veten time. Më bën mirë ta shoh, të provohem, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Të provohem sepse nuk dua të humb. Nuk dua që për pak gjë, motra dhe vëllezër, të humb mbretërinë time, të humb këtë ftesë që Zoti më ka dhënë. Prandaj do shumë kujdes jeta jonë, motra dhe vëllezër. Të tregojemi të kujdesshëm në këtë ecuri të kësaj jete këtu ku jemi. Sa kohë jemi këtu, motra dhe vëllezër. Në qoftë se dikush ankohet kundër një tjetri, shikoni vëllezër se çfarë thot, dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu të bëni edhe ju. Ne, Krishti, motra dhe vëllezër, ana ka falur, motra dhe vëllezër, aleluja, ishim të mirë, ishim pa mëkat, dhe erdhi Zoti tha, juve ju kam zgjedhur, jo. Ishim në mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja, pa e kuptuar. Dhe Zoti erdhi kur ne ishim në mëkat, erdhi për mëkatarët, u kryqëzua. Kjo është dashuria e Perëndisë, që ne e shohim, motra dhe vëllezër, aleluja. Erdhi u flijua për mua, çdo të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Do të thotë që unë duhet të isha atje në kryq. Unë duhet të isha trajtuar në këtë mënyrë për mëkatin tim. Dhe ai e zvendësoi këtë gjë, jo ti tha, unë do të shkoj. Kjo është dashuria e Perëndisë. Këtë do të bëni edhe ju për njëri tjetrin, thotë Zoti. Na fali ne, ashtu si Krishti na fali, kështu dhe ne duhet të falim njëri tjetrin, motra dhe vëllezër. Dhe përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë. Mbi të gjitha këto gjëra, motra dhe vëllezër, të jeni të veshur me dashurinë. Që është lidhja e përsosmërisë. Njeriu që është i mbushur plot me dashuri, motra dhe vëllezër, është lidhja e përsosmërisë, thotë Zoti në fjalën e tij. Është njeri i përsosur, sepse Perëndia vetë është dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Është i përsosur. Dhe ne na ka bërë bijtë e tij të dallushëm, motra dhe vëllezër, në këtë dashuri.
Nga kjo do të dallohemi që jemi bijtë të Perëndis. Nga dashuria që do të kemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Për njëri tjetrin, nga dashuria që do të kemi, motra dhe vëllezër, për njerëzit që t'i lutemi Zotit në këmbënguljen tonë të shpëtohen. Dashuria, motra dhe vëllezër, e bën një vepër të tillë. Dhe paqja e Perëndis për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, paqja e Perëndisë për të cilën ju u thirrët në një trup, ju të gjithë jeni në një trup. Të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, në një mendje, që është mendja e Krishtit. Për këtë jemi thirrur, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë, të mbretëroj në zemrat tuaja dhe të jini mirënjohës. Paqja e Zotit të mbretëroj në zemrat tuaja, të keni paqe, thot motra dhe vëllezër, me njëri tjetrin, dhe të jeni mirënjohës. Në çdo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja, të jemi mirënjohës Zotit. Të jemi mirënjohës, motra dhe vëllezër, që Zoti më ka dhënë një vëlla, që Zoti më ka dhënë një bashkësi, që Zoti më ka dhënë një familje, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Familja jonë është kjo këtu, motra dhe vëllezër. Për familjen tonë duhet të mendojmë, motra, siç mendojmë kur shkojmë në shtëpitë tona. Do të mendojmë për familjen tonë që është kjo, motra dhe vëllezër, që na ka dhënë Zoti. Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet. Fjala e Krishtit, motra dhe vëllezër, thotë banoftë në ju. Të jetojnë në ju, të ecni me fjalën e Perëndisë, që të jeni të begatë, që të ketë bekime në jetën tuaj. Vetëm nëpërmjet fjalës të Perëndisë do të jeni të begatë, motra dhe vëllezër. Do të sillni fryte, domethënë. Të begatë për çfarë? Në çdo dituri. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme. Mos e këshilloni njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, ti ke bërë gabim, duhet ta bëj një kështu, duhet ta bëj një kështu. Jo. Por çfarë? Dërgoi vllajt një psalm. Ka nevojë, motra dhe vëllezër, aleluja, për fjalën e Perëndisë. Edhe psalmet janë fjala e Perëndisë, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Shiko si thotë. Me himne dhe këngë frymërore. Me himne dhe këngë frymërore, motra dhe vëllezër, aleluja, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin. Duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Duke lavdëruar Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja, me gëzim në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që të bëni me fjala, me vepër, të bëhet në emër të Zotit Jezus, duke e falenderuar Perëndinë atë nëpërmjet tij. Amin. Zoti ta